Përshëndetje shenja Luanit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizmë oracle. Në gjendjen tuaj personale kemi 10 shkopind, kalorësi kupave, 3 shpatat, 4 shkopind. Kjo javë për ju nis me kartën në 10 shkopind, duke treguar se mund të ndiheni të ngarkuar ose të ngarkuara me përgjegjësi, me pritshmëri ose me detyra që kërkojnë shumë nga energjia juaj. Mund të keni përshtypjen se po mbani më shumë se sa duhet mbi supe, duke u përpjekur ti përfundoni të gjitha pa kërkuar ndihmë. Megjithatë, kjo atmosferë fillon të zbutet me kalorësinë e kupave, i cili sjell një frymë më të butë. Pra, këtu kalorësi i kupave, unë do të thoja se është më shumë si një tranzicion emocional, sesa si një person ose si një ngjarje romantike. Kalorësi i kupave tregon se nga një fazë ku dominojnë detyrimet, pra me kartën në 10 shkopind, ju kaloni në një fazë ku i lejoni vetes të ndjeni. Filloni t'i kushtoni më shumë vëmendje botës suaj emocionale. Dhe pikërisht kjo nxjerr në sipërfaqe atë që duhet shëruar me kartën 3 shpatat, e cila nuk tregon domosdoshmërisht në një zhgënjim të madh, por mund të nxjerrë në sipërfaqe një të vërtetë, një ndjeshmëri ose një situatë që kërkon të pranohet ashtu siç është. Ndonjëherë, vetëm duke përballuar atë që ju rëndon, mund të filloni ta lini pas. Pikërisht për këtë arsye, interpretimi mbyllet me 4 shkopind, duke treguar se pas kësaj faze mund të rikthehet ndjesia e stabilitetit dhe qetësisë. Mund të ndiheni më të çliruar ose më të çliruara, më të mbështetur ose më të mbështetura, ose thjesht të kuptoni se keni më shumë arsye për të festuar se sa kishit menduar në fillim të javës. Në tërësi, edhe nëse java nis me ngarkesë dhe ndjeshmëri emocionale, rrjedha e kartave tregon se situata mund të stabilizohet gradualisht. Duke pranuar atë që ndjeni, do ta keni më të lehtë të riktheni qetësinë dhe besimin tek vetja. Kartat këshillojnë të mos e mbani të vetëm ose të vetme atë që mund të ndahet me të tjerët. Kalojmë tek familja. Në familje kemi 5 shkopind, 7 shkopind, 10 kupat, 7 kupat. Në familje, java nis me 5 shkopind, duke treguar se mund të ketë mendime të ndryshme, debate ose situata ku secili përpiqet të mbrojë këndvështrimin e vet. Kjo energji vazhdon me 7 shkopind, duke treguar se mund të ndjeni nevojën të mbroni kufijtë tuaj ose të mos hiqni dorë nga ajo që besoni se është e drejtë për ju ose që është e drejta juaj. Kartat nuk nënkuptojnë me patjetër ndonjë konflikt të rëndë, por flasin më tepër për një periudhë ku kërkohet durim i kalitur dhe komunikim. Megjithatë, kjo atmosferë ndryshon ndjeshëm me kartën 10 kupat, e cila sjell harmoni, afërsi dhe mundësinë për të rikthyer ngrohtësinë. Mund të kuptoni se pavarësisht dallimeve, lidhjet janë më të forta se sa debatet e momentit. Interpretimi mbyllet me 7 kupat, duke treguar se pas rikthimit të harmonisë, mund të lindin plane për disa nga ju, ide ose mundësi të ndryshme për të ardhmen familjare. Në të njëjtën kohë,
Kjo kartë ju thot gjithashtu të mos krijoni pritshmëri të tepruara dhe të mos zhyteni në fantazi, sepse mund të tundoheni ose të delironi mes mundësive të paqarta. Në tërësi, edhe nëse lindin mendime të ndryshme ose nevoja për të mbrojtur qëndrimin tuaj, atmosfera familjare ka potencial të gjejë sërish ekuilibrin. Kartat këshillojnë të mos lejoni që debatet t'ju largojnë nga ajo që ka rëndësi për ju. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi 4 monedhat, kryepriftëresha, faqa e shkopinjve, budallai. Në dashuri, java nis me 4 monedhat, duke treguar se mund të ndiheni më të rezervuar ose më të rezervuara në shprehjen e ndjenjave ose të kërkoni më shumë siguri përpara se të hapni plotësisht zemrën tuaj. Për disa, kjo mund të nënkuptojë dëshirën për të mbrojtur një lidhje ekzistuese, ndërsa për të tjerët mund të jetë kujdesi për të mos u lënduar sërish. Më pas, shfaqet kryepriftëresha, e cila e mbështet këtë energji dhe tregon se intuita, vëzhgimi dhe heshtja mund të flasin më shumë se sa deklaratat e drejtë për drejta. Pra, pas këtij rezervimi, kryepriftëresha tregon se ju mund të zgjidhni të mos i shprehni menjëherë të gjitha ndjenjat ose të prisni derisa situata të bëhet më e qartë. Karta nënkupton se kjo periudhë vëzhgimi nuk zgjat për gjithmonë, sepse faqa e shkopinjve sjell dëshirën e zjarrt për të bërë hapin e parë, pra për t'u sjell edhe një herë si adoleshent apo si adoleshente për të zgjuar emocionet nëpërmjet energjive spontane, ndërsa budallai në fund ju shtyn t'i jepni një shans një fillimi të ri, pa u penguar nga hezitimi, pra të lini pas frikën dhe të mos e frenoni veten për shkak të përvojave të mëparshme. Kartat tregojnë se një fillim i ri emocional mund të marrë formë vetëm kur ju të jeni të gatshëm ose të gatshme të hidhni hapin e besimit, edhe pa i ditur të gjitha përgjigjet që në fillim. Në tërësi, java mund të nisë për disa nga ju me një shprehje që unë kam shumë qejf, është e tipit qefi ma ka, por byça s'ma mban, dhe më pas mund të përfundoj me një shprehje të tipit mjaft hezitova, po e provoj. Për beqarët, kartat sugjerojnë një kalim nga kujdesi dhe nga përmbajtja emocionale drejt një hapi më të çiltër dhe më spontan me kartën e budallait. Kartat gjithashtu këshillojnë të mos lejoni frikën të vendos kufi aty ku zemra dëshiron të fluturojë. Por unë gjithashtu do të thoja të mos harroni se fluturimi bëhet duke i lëshuar frenat e dorës. Kalojmë tek puna. Në punë kemi drejtësia, asi i shpatave, 6 monedhat, faqa e monedhave. Në sferën profesionale, java nis me drejtësinë duke treguar se vendimet, marrëveshjet ose vlerësimet kanë gjasa të bazohen në objektiva dhe meritokraci. Mund të përballeni me një situatë që kërkon të jeni të drejtë me veten dhe me të tjerët, duke marrë përgjegjësi për zgjedhjet tuaja. Kjo pasohet nga asi i shpatave, i cili sjell qartësi psikologjike, ide të reja ose një mundësi për të zgjidhur një çështje që kishte mbetur ose ka mbetur pezull.
mund të bëhet më e lehtë të merrni vendime ose të shprehni pikpamjen tuaj me bindje të plotë. Më pas shfaqen 6 monedhat, duke treguar një shkëmbim të balancuar, duke treguar mbështetje ose vlerësim për punën që keni bërë. Mund të merrni ndihmë për disa nga ju, ose të krijoni një bashkëpunim të mirë, ose të ndjeni se po shpërbleheni në mënyrë të drejtë. Interpretimi mbyllet me faqen e monedhave, e cila sjell potencial për të mësuar diçka të re, për të nisur një projekt ose për të hedhur themelet e një zhvillimi afatgjatë. Edhe nëse hapat janë të vegjël, ata kanë potencial të japin rezultate të qëndrueshme. Në tërësi, kjo është një javë që unë do të thoja se favorizon qartësinë, drejtësinë dhe mundësitë konkrete për zhvillim. Kartat tregojnë se përkushtimi dhe gatishmëria për të mësuar mund të hapin dyert të rëndësishme. Kartat këshillojnë të investoni tek njohuritë dhe tek vendimet e menduara mirë, sepse ato japin fryte. Kalojmë në Prism Oracle, ku kemi magjia. Magjia nuk nënkupton atë fjalën abracadabra dhe nuk nënkupton as atë kazanin e shtrigës që vlon, por nënkupton atë momentin kur besimi tek vetja takon veprimin. Pra, besimi tek vetja dhe qëllimi i qartë mund të shndrojnë mundësitë që keni në realitet. Këtë javë, unë do të thoja të mos e nënvlerësoni fuqinë e mendimeve tuaja, fuqinë e fjalëve tuaja dhe as fuqinë e veprimeve tuaja, sepse ato mund të ndikojnë më shumë se sa e imagjinoni në drejtimin që ju synoni.